shenjat të tjera ose simptomat të tjera, mbas përkeqësimit të situatës, ato do të na vinë në drejtim të çrregullimit të sistemit të tretjes dhe të jashtëqitjes, do të na shoqërohen me një kruarje në pjesën e anusit, do të na shoqërohen me një ndoshta ose një oreks të shtuar, ose një anoreksi, por në të dyja rastet individët nuk kanë më tendencë që të shtojnë ato, të mbajnë peshën konstante të trupit ose të shtojnë peshë, por këta fillojnë një rënje graduale të peshës trupore dhe njëkohësisht këta fillojnë që të kenë çrregullime të tjera. Për shembull, ju del gjumi natën, kanë gërhitje, kanë disa verruka në pjesën e qafës, ose fillojnë pllakëzat me njolla kafe deri në të zezë në sipërfaqen e lkurës. Që të gjitha këto simptoma, individi duhet t'i vlerësojë dhe të marrë masat paraprake.